Përshëndetje për krejt dëgjuesit tanë, përshëndetje edhe për ju që më na ndiqni përmes ekranit në këtë moment. Jeni me Dyshen, Fionën dhe Cimin, kolegin e re dhe kolegun e vjetër si zakonisht. Edhe këtë 13 mars, koleg të maqëm dhe shok të maqëm, dorën zamëra. U bënën ca vite, edhe këtë vit bën 8 vite. Që jemi shok dhe koleg. Koleg dhe shok, pastaj. Moti dhe miqasi. Uroj që keni pas ditën e mirë sot, uroj që keni qenë sigurt në kryeqytet, ka nai pem, nai ndërtesë, nai diçka, s'dia ka ndodhur nai incident ajo. Jo, po shpresoj që jo. Se paralajmërime ka pas, kujdes ku po ecni ose rrini në shtëpi, domethënë, me pas erëra dhe me thon komuna rrin shtëpi se mos po dia nai sa në ky. Në trokull mi po. Për me, alo po thonë, ha? Po mëre. Okay. Po si thojnë ore, kanë hangër njerë. Edhe sot e kemi një temë për cilën do të flasim, i kemi një pyetje faktikisht për cilën do të flasim për këto 2 orë, sa kena me qenë bashkë, 1 orë me Koavizionin, 1 orë, në fakt 2 orë me Glam Radion, për ju që më ndiqni për herë të parë. Pjesa e parë e këtij emisioni transmetohet edhe në këtë vend, ndërsa me frekuencat tona 86 dhe 102 FM jeni për 2 orë plota, por kemi një risi sot. E kemi e pa tani shprehje tash më hupit se me ri. Po për faqen e Facebookut e pa ta fjalën. E kena rihap. E pa ta një tjetër në mendje po më hupi pak më. Çka po me Rifadi jo. Jo. Rifadin e dua shumë. Po okay, se thash mos Rifadi, po as Rifadi jo. Like dhe share faqen tonë në Facebook. Vazhdo koleg. Glam Radio. Komunikacioni ato pjesë ku janë ngarkuara mos harroni me na tregu, cilat janë ato, me na dërgu foto dhe na me mujt me informu krejt pjesëtarë të tjerë. E gjithashtu mos harroni me na thirrë dhe me na tregu se kur nuk është vonë për çka s'është vonë kur. Pas pak vetëm ta dëgjojmë këngën e parë që vjen nga Elgi Doda edhe Art. Pastaj rikthehemi, ju presim me telefonata pak anglisht një farë po. Edhe kjo ritmi po. Art kjo ritmi derës të kalume. Hajde të përshëndes. Jo, vazhdo. Po, me kanë me folë të sim, manuali. Okej. 049-978-978 është numri jonë i telefonit. Vazhdoni na telefononi dhe na shkruani se cimi është ka donë me rregullu diçka, nuk e di diçka s'pi pëlqen. Tabela e Prishtina Ticket. Po për ndryshe kemi 2 destinacione të reja të Prishtina Ticket, me qënë se edhe rregullove kolegi dashur. Köln dhe Bremen janë destinacionet më të rejat me çmimet më speciale që po na vijnë nga Prishtina Ticket. Ka nisur fluturime direkte për 2 destinacione të reja në Köln edhe në Bremen. Linja për Köln për ndryshe ka nisë me 8 mars me fluturime çdo të shtunë, ndërsa fluturimet për Bremen do të nisin me 4 korrek në 2 herë në javë, çdo të hënë dhe të premte. Për ndryshe keni shumë destinacione tjera drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë dhe Luksemburgut dhe anasjelltas me çmimet më ekonomike. Rezervoni dhe shikoni krejt destinacionet në prishtinaTicket.net, ku keni me përfitu falas 20 kg bagazh plus çantën e dorës 6 kg, do ta keni po ashtu falas, që keni falas. Mos mendoni që ja japin një çantë 6 kg, ju e mos na jo. Pesa tushich ka doni. A bën sa çanta 20 kg që më keni thonë ku është? Ku është çanta? Ku është çanta? Unë e marr veç këto me 6. Mirë që qarove se me siguri ka pas dyshime. Po, një e vërtetë, do të thonë se me këta aviokompanive me nejt kënaqesh ashtu nisi si mohabeti. A thu çfarë keq kuptimesh ndodhin në aeroporte? Në aeroplan. Sidomos për shembull, për shembull shqiptar që jemi liberalizuar koja vonë edhe para se u liberalizu kur kanë udhëtu, do të thonë një herë 10 vjet. Ose për herë të parë, njerëz, ki kosovar që kanë udhëtu për herë të parë, kanë hyp në aeroport. Çajo lopja që kish pas udhëtu për herë të parë fihon, edhe hypi në aeroplan për munis për Gjermani. Mas luftës me shku me pa djalin, me djal tjetër. Edhe vjen ajo çika më jep me hangër diçka. A din çu t'japin me lut, apo don kafe apo don ujë, a din a çaj. Në aeroplana? Po. Ja bën asaj zojës. Ky e vet djalin. Ça po thot apo don kafe a çaj, thot mos çet kur xhavisht më rrina më shpejt e djali. Kur xhavis mos çet. Po mos na vënë ti këtu me kafe me çaj. Graja aeroplanin shpejt atje. Po. Ose mulva përpara me më rrima shpejt. Shumë mirë kan. Alo, përshëndetje. Na thash të fillim fat më rrima shpejt. Ulla fillim po ndrija dhe Përshëndetje. Po vish pak me koj shike se jena të bo mua beto dhe na më së gotë që shem paren.
Hajde tregon. Që këto jo vej. Tregon shike kur nuk është bon për çka? Mu ma ka marrë menjën që nuk ka vonë mu pënsue edhe mu shkollu nuk ka korba. Kur nuk ka vonë mu shkollu edhe mu pënsu, okej. Me mardije, mirë po. Ma ka marrë menjën që kur da, edhe gjysë shkollën, ja fillon apet punën, e len dikun, janë isje tërgun, të dyja. Faleminderit shumë që na ke thirr. Ditën e mirë, kalofshin. Ditën e mirë edhe ti, faleminderit shumë. Jeni mohabetin edhe me në gjithë për presëm. Jo, më edhe na kena që ka njerë me bo mohabet, ka pak me fol. Ja, jeni mësuke, visjuve mi ullon me fol. Visjuve këto, mi hilaknave që shkini qef ka njerë. Ani. Hajtë, faleminderit shumë, kalofshin. Lakna atjen edhe për neve. Po qysh janë, po ani kur po janë me vesh. Bile. Kur dojna na. Po, qka? Bash për shpik qefit. Me shti lakna me mesha? Jo, me hilakna me mëno. Pret se kështë ju kalzu diçka interesant. Për këta që, do më thonë, adin njën të ashtu të bogati me shtëpit e reja, ka nevoj për ato kondicionerët, për ato pompa termike dhe menojnë për me pas një që i ka 5 vjetë garancion. Një që është shumë efikase ngrojen ftoje, edhe që i largon ato ndotësit alergjentët, adin që e pastrojnë ajrin. Kjo është Bruno, më thonë vish një emën e zgjedhni, edhe kini me qenë rahat për 5 vite e gjeni kudo në Kosovë. El Bruno, më pëlqen shumë. El Bruno, qështu ja kalon Fiona, qështu pithojna, El Bruno në mundi, më shkoni me lyp El Bruno, vish Bruno, a Fiona i thët El Bruno. Që telefonata? Që telefonata tjetër? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde, dashur Enisa, si të kemi sot? Uroj që ma mirë. Mirë, ma mirë pak. Edhe pse që po na telefonon këtë ko, po besoj që hala s'ke fillu punën. Hala jem përshim je këthon. Jo, dhejt hanën. Dhejt hanën. Edhe jo mullë prej orës një, të këqyrë bileta për aeroplan. Që? Hajde, kur e ke po plan me ardhë? Apo këqyrë tash për verës? Jo, po këqyri 2 herë me pagu, edhe tash edhe verës. Tash e kena një përshim të javë. Prej kajt po vjen Zoj? Nga Gjermania. Për cilit vend Gjermania e madhe? O Arsim, që kjo tiketa, që keni po fol, alzoma destinacion. Tiket, qëtësimi pojnë me Frankfurt Han, apo Frankfurt Amajn, s'ka lidhje. A kesh Frankfurt, se s'po shoni që i Frankfurtit, Ka plot destinacione për Gjermanisë, po tash bashkë cilat qytete do të me i pa në Pristina-ticket.net, për që ata po e ripotencojmë non-stop. A po mbre me mingem, se kene sojnë me mingemet që të... A vishtë të gordit, Jo, Arsim, për 20 orë vit në esen? Nürnberg, a bon? 300 kilometra. Nürnberg, a bon? Larg e pas ke 300 kilometra. I njerës po shkojnë pe pini kafe dhe në Tiranë, po Jo, nuk është problem për me shku, për shambull, po ne veç e kam tutën shkojt më që bu për shambull herët aeroplani pe këtu i së di so kolli besëm po qohet njëre herët mire ki po mire ki Okej, Enis, kur nuk është vonë për bileta këqyrim tani? Për me kërku falje. Për me kërku falje, sa e bukur. A ki dikën që këshe dash me kërku falje sot publikisht? Vallaj, po divre, nuk jam reforsi u bëj njerëz e keq. Okej, amo, kishe pas që dikush ty me të kërku falje, apo? Ja, heq mos të më kërkan. Une ja, çdo kush që më ka bu keq, une ja kom falj. Ja ke falj. Mirë, por... Ja kom falj, edhe mos kërkan falje, s'ka lidhje une kryesurja. Unë du me hjek barën prej vej. Ama vonë s'është kur me kërku falje. Vonë s'është kur. E bukur kjo. Falenderoj shumë, të përshëndes. Edhe në juroj gjithë mirat. Që një intervenoni dy që ishtë kone... kryu, se që kështu fol me ta, unë ju ngësha folqa me ta, vishë qoma ti lokacionin, datat edhe u kryu ke farpune. O bites ke farë mua beti. Frankfurt. Ajde zoj që s'kena për Frankfurt ta qojna taksin. Për Frankfurt që s'kena ta qojna taksin, vjen dhe i Nürnberg dikon. Hajtë mu se bët madhe. Jo, largë është asin. Kucim. Hajtë mu s'ta. Falimderit shumë. Kishtu të gordit të këthejna. Falimderit e njësë përshëndes. Se kështu e pycimin prej kushit u bo kur e ke qelti këtë biznesa, qka ke boa? Se kom qelti, më thonë, mi dhon pak. Toyota me 10 vjetë garancion. E merë dhe vjen Kosovë, rak, tak. Edhe ato me 27.900 euro. Po e keni në Prishtinë, mundeni me shku me bo test drive në këtu në Çaklavic, edhe jo vish Toyota Yaris Crossin, po dhe shumë modelet të tjera. Unë edhe Fiona kove të fundit po e këshyrim këtë gjarë sportin, se shumë i mirë, shumë i bukur, i shpejt e të gjitha me radhë. Toyota, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Ajteni. O, ku je më Ajtene? Qa u bo kështu? Ajtene. Qa u bo Ajtene?
Që veç të nejtën. Veç të nejtë në thire paka? O, mirë, ja ke bo Ajten, s'diqka. Qysh ke kalu? Mirë, faleminderit, po... Ajten? Me ndrime, për që ata... Po, dhe problem. Edhe mu e Fionës më na bjenë qështu me ndrime. Njerë kjo po pushon në herë, ka një herë unë e qështu, po është rallë për në ndodhë. Hajde ve rallë për në ndodhë. Kur nuk është vomë për... Me anisë në klasë parë me hi. Ja bre, Ajten, qysh edhe njerë me hi në klasë para? Vallaj, qa e shumë shku Fionë. Shumë knaqë, na u kishë duk vetja të me shumë. Po të garantoj që kur gjës kështë dit, pas plus minus. Po thu që e kanë rënu stazën shumë. Po gja. Okej. Ajten, po shkojnë adhune Fiona. Unë e kom njës veç klasën e parë, si mi pritet vitin tjetër. Për shtatorit është edhe kënë klasë parë. Vitin tjetër. Unë e dalë në klasë dytë. Ja, ama po mendoj për i me nuk ka vonë korë në mi qelë sytë për vetën, se gjithë të isha hajtë bese kush hin në shkollë, kush mëson në shkollë në këto vite, po jo, me të vërtet si shvonë korse e arë. Korsa shvonë. Qëllimin që e doshta. Faleminderit Ajten, përshëndes shumë, po m'vjen shumë mirë që do më thonë e ke arrit ato që e ke doshtë edhe po besoj që edhe dikur që e ka pos, a ke po një ti që kina full me një zoj ma herët është, ke puna e paten shoferit që tha jo se i kumbo 50 vjetur, që ko lidhje më rësht, konë që dashtë e merë paten shoferin, tu kam bo punë që dashtë, tu kam bo rane, te ke bleto jotën e re, edhe pse janë sa kufizime, se kur mundesh me fillu shkollimin e paten shoferin. është top form, do më thonë, refleksat i bojnë syt, i bojnë njën testet që bojnë të mjeku. Ka dal mirë, lete merë lejën zoja atje, me Toyota re. Okej, bën, po më pëlqen ideja jote, por... Edhe mu po më pëlqen. Që tashti po punoj si ndihmëse e mjekjes. Po më gjenë shumë mirë. Përshëndesim, Ajten. Faleminderit Ajtene, je një shembull po shumë e mirë. Ajten, qa kështë propozu për neve dyve naj terapi? A ka diçka që na kishë bo kështu, ma? A s'ka? Veç keshni edhe rëni të busqeshtë. Po që ato e mytëm? A jena për najkun? Të kush na kështë rekomandu? A na ke rekomandu najkun me na zbrit pak ajo? Jo, okej, faleminderit shumë, përshëndesim, kalov shpi. Ton, përshëndesim. Mirë është puna, mirë është. E o, qa se pas në një moti Ajtenën, më na kishë marrë malli. Neze, për momentin, unë edhe Cimi jemi në zorë, jo, po... Mujna mi thonë, po. Në qef. Veç për naj masazh, naj terapi, diçka që shtu relaksuse, për kur gjë tjetër. Po. Jemi okej për momentin. Swiss Diamond Hotel Prishtina 038-220-000 është numri i telefonit ku mundeni me telefonu edhe me marrë informacione, me shku me rezervu për në spa, në pishtinat e mrekullueshme, saunat e krejta ato që ka vinë kështu si pako, por gjatë muajit të Ramazanit Swiss Diamond ka ardhur edhe me super oferta për ju që doni me darku me familjarët, me miqt atje. Keni menu speciale gjatë iftarit, por të djelave iftari shërbet në një formë pak më ndryshe, në formë bufeje, ku mundesh me shku edhe me marrë çka do që ta don zemra nga ushqimet e servuara aty, kështu që edhe një herë 220-000. Jo zemra, tu gëzo. Po, smujta se dy duri kam unë. Çfarë telefonata? Azbit, përshëndes shumë. Fion. Alo. Rani jot. U habita. Alo. Alo, kush telefonon? Mos e dia, keni mund lidhja dikant tjetër. O, ty. Mirë, veç vazhdo. Me kë po flasim? Faiki për Gjermanisë. Hajde Faik, si je? Po mos jap. Mirë, faleminderit. Se bre, po pak thashte po. Se dika është me neve ajo. Më falë. Se mujtë me bo diçka. Alo, Faik, përshëndetje. Po. Kur nuk është vonë për? Vonë nuk është kur për me mësuan, për me lexuan. Çka me lexu konkretisht? Facebook me lexu lajme, portalja me lexu libra. Me lexu libra, me lexu shtypin për përgjithësi, me pas kushtet unë kisha studiu. Mirë po, atëherë si ka pas kushtet, edhe kam mbet pas studiuar. E sot që është 52 vjet në Gjermani. Okej, po flasim për diçka që mujna me bo. Për shembull, ka disa gjëra që kanë shku, janë të pakthyeshme, mo nuk mundesh me bo kur gjë na drejtim, po për këto çka mujna me bo ende, çka jemi në kohë ende ndoshta me përkufizu kështu. Për atë çka jemi në kohë ende që mujmë bo diçka me bo të mirat, vetëm me bo mirësi, që është pak kryesore. Okej, nuk është vonë kur me bo mirë, bamirësi. Bamirësi. Me qenë humanitar. Mirë. Faleminderit shumë Faik, të përshëndesim. Përshëndetje edhe ju, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi.
Jo, fa e kjo. A po shkojmë dhe në Albimalli, jo bësh, fa shkumi dhe herë, edhe pak s'po shkojna. Se ka komunikacion. Jo, se kur shkojna atje po do të mos sill pak ma shumë, ai ke po, janë të rritur. Është një lajm i mrekullueshëm, sidomos për prindrit që me e kanë prit atë pjesën e playground apo këndit e lojrave. Më duket është bash aty në pjesën ku ka qenë, vetë se tash lidhet me pjesën e re atje mbrapa, është xheru edhe e keni atë video në për rrjetet sociale me pas sa bukurcim. Që kena me metun e Fiona, tu luj që ti tu knash. Enza Home po ju pret me zbritje 30% zbritje ka në mobiljet e mrekullueshme atje tek Enza Home në Çagllavic. E keni Enza Home. Ndërsa ne po vazhdojmë po presim edhe informatat e juaja rreth komunikacionit. Kolon nga rrethi i ambasadës amerikane deri tek stacioni i autobusëve, e ngarkuar hyrja në Prishtinë nga zona industriale deri tek udhkryqi i katedrales Fion. Më thonë ata që po vinë nga fushë Kosova, nga zona industriale fillon kolona kat dal deri te udhkryqi i katedrales. Rruga Tirana me kolon nga bulevardi Bill Clinton deri tek rrethi prapa stadiumit Fatil Vokri. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Arsim, përshëndetje Fiona nga Mirveti. Përshëndetje dashur. Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit, mirë kalojmë edhe ne. Jo, si kaloni? Mirë, faleminderit. Po çu kalon njëri me Fionën çto të nditën në Mirvet? Besoj ti shumë mirë. Ty doket çashtu sa pishet, thonë kamerat rajn ka pak. Ashtu po tingëllon kur po pyetsim, çashtu po e lën më në kuptu që mirë. Kamerat rajn ka pak, se na nuk kalojna mirë, po mrekullueshëm. Arsim, besoj që dhe Fiona kalon veç mirë me ti. Edhe kjo mrekullueshëm kalon, s'kalon veç mirë. Po. Sa mirë. Hajde Mirvet, kallzon, a ke po temën për çka po folim? Po e pash. Edhe, a kina i përgjigje me na dhonë? Nuk mujtë të një ko mu kysh se... Se di pse? Jo, e kum pas babën smut, pa kam qenë një 3 herë në Shkup. Të thash më so punat prej që u bone gjyshe a një knejes, po do më na thira se di, po ja. Jo, ato se këshalon, po pak e kum pas me të vërtet babën smut, shtu që... Po shpresojmë që është mirë tash. Mirë është, tash ka pas një sulum, po tash është mirë. Na vjen shumë mirë, edhe ju urojmë shëndet plot. Kur nuk është vonë për... Margëtuar. Bravo, bre! Përshëndesim, kalëm shmirë tung, hajt. Bravo, Mirvet. Hajt Mirvet që atje qërë te. Gjyshe. Po, gjyshe. Me sa obligime. Po, kur ti hin muzikës kjo djalo ajo se nga në këtë kongë. Ka dalë një dedikim tjetër për kum po, po s'po kishe s'ka me po. Amo, nuk e di ku është inspiru për atë kongë. Jenë rrit rogat, ku jenë rrit rogat? Po çashtu ai e ka këshyr do me thonë këta tu premtu, apo kupton Fio? Nëse dis ka dash me bo. Ta tu premtu, ai ka thonë diçka, ka thonë se unë pesës tash kongën tjetër, edhe ngojna pak Sinonin, çto Sinan. Por ndryshe përveç YouTube jemi live në këto momente edhe në Kohanet, për ju që e shfletoni portalin e Kohanet me i lezu lajmet më të fundit, edhe aty jemi live edhe në portalin ton glanradio.fm. Qau puna mëre këti njeri? Kujna? Shti Sinonit. Qka? Pash du me thirë një din telefon, vish me vetë mi thonë që o puna jote s'po plakëshish. Nuk është që me thonë ka bona i botox ati qka se s'bën kë. Ku pe din ti? Jes ka peshës e një moti që ato vija i kot njejta. Qërë mëre. Po që aty është edhe sekreti i ndërhyrjeve. Apo thua? Me u do këqë ashtu që shkeqen. E o që du me thirë që ta është. Sinan, ku i ke bo dhe qka ke bo më saksisht? A ke bo na i sen? Se du me thonë që aty umi e kanalin pa uz 42 vjetë. Muzika e mbon. Qysh ta Mirveti ma heret, tha, nuk ka vonë kur për me u? Për tu argëtuar. Mos t'jem vetëm, kur ndrohen unazat. Sa t'jem gjallë, nuk du me i pata. Që të unazat, që të fustanat, Sinoni, dhe më dhe ne ka qatë gjithë. Të rubini atë të unazat, tak. Edhe që së njerë, botox zonit. S'mon është. Si ma, di që më nëshë më po botox edhe në qafë, me i lesu simptomat e dhimbjes së qafës, shinës. Kërmani ditë që si të bisedojmë. Ma thirë është në studietja bë një 4 pytjet mira. Po ja bëjmë. A besha që mund të më shfryzu dhe për stanet mira. Ti ku dush, unë e ku dush. Ate shtarë të i në albim malë.
Fito Palinite. Kalo rrugën te. Përfito shërbime falas për të jetën. Mirëmbajtje të llogarisë, mirëmbajtje të e-banking dhe Tap Mobile. Lëshimi debit kartelës, 0 euro komision për pagat ndërkombëtare. Shumë atu herët si vonë, kur së është vonë, kështu që... Ja, kur së është vonë, hes? Po mire, tha Dafina, dhe kur tamam, së është, kështu që... Jo, martove herët, jo tash vonë, jo tash... Edhe kur së se martu sojnë duhet mu martu. Tamon, që shbi bjen kjo kur së është tamon, së në e buna që të pytje, po e bojna diçka tjetër. Adin, njëherë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, unë që atu e po ta fjallën. Që ata e lexova dhe mesazhin. Faleminderit që na ke thirrë. David, përshëndesim shumë. Gjithashtu, kaloj. Përshëndesim. Ja, cem edhe u i rrogove me i pi 5 shishe. Më në barku, e po 5 martesa. Do të rënë mi pi. Edhe po, ka dalë dole. Unë e posh vish pikni komenti, do më thonë Unisa. Më thonë, se nuk është edhe shumë për me kesh ajo, po u shpërndaj gjithandej, s'kam që ka me po. Është virale. Virale, o po. Ja kish këthuj, ka dalë zotnia, unë pëlqej shumë. Dhe shumë i sinqert, madje. Shumë i sinqert, unë pëlqej shumë. E kur nuk është vonë edhe për televizorët e IPCO-s, edhe gjatë muashtit po vazhdojnë ofertat për ju që jeni të antarësuar me pakon prima, keni mundësi pagese deri në 24 këste, kështu që shkoni në pikën më të afërt të IPCO-s për më shumë informacione. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, dhe për ty kush telefonon? Dashuria nga Lipjani. Edhe një emrin? Dashuria nga Lipjani. O, dashurie, për ku je moj, që pare emrit bukur. Po thuje më emrin Makadolja, një dashuria nga Lipjani, thu që kajtutët. A mo emrin do shme dhonë kështu me të madhe bile, me e bërtit, se s'ka fjallë ma të bukur. Po qaja dhe, kuna janë të vash me të vogël. Hajde dashurie, kur nuk është vonë për... O, ju përshëndes ju e më spori, jeni më të mirë ta. Faleminderit, veç next. Shtajmë shqipin. Edhe? Për vën që po thoni kur nuk o vën, ko shumë gjëra tjera që po e pora për më bo shefere mas 50 vjetë, nuk o vën. Bravo, bre. A ke provu? Po e kam patent shofere. E të lumë, do më thonë në moshën 50 vjeqare ke marrë patent shoferin. Edhe qysh po të shkon vëzitja? Tash e bëj 57. Qysh po të shkon vëzitja? A u knaqe? Mirë shumë. Okej, vish të regona kur t'jeshti në komunikacion, ta dina. A ke qita ato shofere e re? Po mirë thirë. A ke qita atë letrën? Ose për ankesa telefononi në... Sovjet e ka marrë. Në moshën 50 vjeqare, tash i ka 57. A e kuptova mirë dashurie? Ty po të reka mirë, ajo shofere e re. Po, me 23 i bëj që tash. Bravo. I bofsh 100, faleminderit që na telefonove. Faleminderit me gjithë juve, gjithë dashamirët. Faleminderit për qafojna shumë. Shumë më pëlqej, 57 vjetë e kësha qitat letrën me njerë. Kujdes, shofere e re. Kur ishin dal. Klapa 57 vjeqare, po, shto e re. E re në komunikacion. Po më pëlqejnë tash disa vetura që po i vendosin këto stikerat me najfar mesazhi, shto pak që sharak interesant. Edhe kompanit që po i qesi numrat e telefonit nëse ki ndonjë ankesë për shoferin e kompanisë. Kjo për tash nëse kishim qenë të përgjithshëm si shketor. Çka e poshtë edhe një qenë shumë fort. Po pretë devi shta përfundoj. Shumë e fort, ke s'kam çfarë pa thonë pion. Tash të kishim qenë atë përgjithshëm, edhe me i pas se sa shkeljet edhe sa paregullësitë edhe sa ngasmimet seksuale i bëjnë shumë shofer ndaj femrave në komunikacion. I pas numrat e telefonit vend targave. Po ka shumë kompani që i kanë të vendosura, por ne me qenë të përgjithshëm edhe me telefonu kompanin mi thonë hey. Se po thuçi edhe ata. Punëtori jot po bën kësi sjellje në komunikacion po. Me kërr zyrtar bojnë se sa nasun po dal, vish shpe borri. S'mi shok to. Edhe çka deshte me tregu? Njani vetë që shtu më si ke numri i telefonit e kishit kjerën, adin më shitje numri i telefonit, a i në autostrat. Kjo në Shqipëri që kishtë ndodhë, shumë e forke. Muna me kalu e thiri, tha, ma hap krodha, o lani. Hap krodha i qikë dhe se nga përkove. Hap krodha se, alo përshëndetje. Jo, dha nuk shitet. O, përshëndetje ti. Kush na përshëndet? Abedini. Ku je Abedin? A e një lodhë, si e një? Ja, ba lodhë, qysh lodhën gjellë të ri? Djemë të ri. Po, me vojza të reja. Ku lodhën? O, zëti i rujt. Faleminderit edhe ty gjithashtu. O, Abedin, kur nuk është vonë për çka? Kur nuk është vonë me vizitu e bijat.
Bia, kush ka na lidhe me Bia këto? Kush shikon, po mundet me shku me vizitu Bia. A s'është bon, domethënë, edhe hallat, edhe tajt. Mos e ka tezët. Domethënë, kur nuk ka vonë, 2 vjet mos me vizitu, mas 2 vjetë me shku s'është vonë, apo? Jo, kur nuk është vonë. Jo, valla bëhet vonë. Jo, bëhet vonë. Bëhet vonë edhe që shkeme të. Me shku në një motrës tem. Një javë ditë, domethënë sta qel derën mo. Ja, pishe? Po, a bën ti po thu kur s'është vonë, me bëm ja lona asojna një muj ditë ajo sta qel derën mo. Ai si pas kushteve tim. Ai ta bën jashtë. Jo, ne po foli për na çajina çto. Po. Na një herë vjet po vina, po i vizitojmë ka herë edhe kështu me kesh diçka. Nga e motër, edhe unë e vizitoj vëlla tu kesh. Për çato, arsye thuan 2 vjet. Nëse nuk e viziton, se vizitohet keshi. Ç'është e vizitoj në motrën tan tu kesh. Okej, faleminderit shumë për shëndet. Ti ç'shto, a bedini ç'ashtu secili me mundësitë e veta. Tim son ç'shto kesh tani sa të po lypin motrat. A bedin kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin a bedin. Sa po thirrin vot provime, shikoj kallzoj. Hajde po e presim tjetrën telefonat 049 978 978. Jemi live edhe për pak minuta përmes Koavizionit, por mos harroni me na dëgjua edhe përmes radios në 86 dhe 102 FM. Mos harroni me aplikacionin, edhe Facebookin e ri edhe një herë për meneve, se mire për mene. Facebookun e ri, e kemi hapur faqen e ri të Facebookut, e cila u hakua nga disa indiana apo kineza, nuk di çka kanë qenë. Por tash e kemi faqen e ri, kështu që like edhe share, ju lutem, invite, ha? Invite amive. S'ka lidhje. Invite, yeah. Janisa me fol. Janisa me fol si një turke anglisht, po. Kina me dalë edhe live edhe në Facebook kina me hi. Që na kom për para, se ishim edhe në Facebook live. Jo vish në YouTube, po vish bohëm pak ma shumë aty. Fiona Gjema Arsim Limani, se kini arrumen, a i di që na kanë ra follova, të me thone këshyra një ditë bëpe. Ha, pse? A din që prej asaj kohë kur kemi nisë fushatën kundër Skendit, na ka telefonu mo. Skendis na telefonoj mo, mirë po edhe like atron. Po ka boj diçka, po mendoj. Apo thu që na e ka nol like ata? Na e ka nol like. Hajde tek shyri shtash 35, 45, 10 minuta. Nuk ta kemi kalu, pavarësisht tentimeve, s'ta kemi kalu me like-a. 10 minuta i kena fore, Limani, Arsim, Fiona Gjema Troshupa. Arsim Limani, hajde tek shyrum 10 minuta fore. Hajde tek shyrum sa po na bojmë follow-sat. Arsim Limani, Fiona Gjema me i, jo me j. Fiona. Besa mujnë ta mena qita të temnat, se qashtu e njësej. Që telefonata tjetër? O Arsim, alo përshëndetje. Përshëndetje, mare. Ku je, si e batera e mirë? Që e më dhe mirë me juve gjithmonë. Kur nuk është vonë? Mirë, faleminderit. Kur nuk është vonë për? O, me bo durim. Kur nuk është vonë me pas durim, po thu? O, pejtet, me nxesit nuk kena pas, rrim që e vetë se na e. Okej. Qëta është e rrima? O, me neve po vinë zanët e mira, o, batero. Një dit, 2 dit, nuk ka ma shumë, çdo 30 ditë e kem qështu. Kena bo marrëveshje me Kecin, mja unali emisione tjera, vish neve me na këshyrë. Vishte na, vish pi 4-ve kini rrim. 4-ve deri në 6. O, la janar, zoti, fryme në Ko. Livret. Mo, e tërheke. Si e tiksiti, a di shfar gjalli miri? Ja kam plas, s'ka faj. S'ka faj. S'ka faj, ja kam plas. Po s'ka faj, ja kam plas. Me që televizor merë në ma shumë. Eu, alla ile bater. E kuptojnë frustrimin tënd, plotësisht. A i thire ish telefon bater? O, s'ma qeli! O, s'të i katunit, po s'ma qeli! Kur s'ta qelin ata? Se të ndokëm janë gjithë për pyti. Ja për fyti, ja për veshë pak bën. Atë pak për veshë, jo më s'ka lidhje. Ja ku që bot nomi, po për fyti. Pak mas qafës, vish pak mas qafës, mos e rënë dorën. Aman. Ai do ti do çora bi po me që televizore çoj. Batir mos me gojën tonë në këtë muaj të shenjtë. Mos me gojën tonë. Po ma mirë se me juve me komunikue e me ju po. Ta një fshat mirën. Për sa ta po thon, bën çka dush ty të lejohet. Faleminderit shumë që na ke thirrë për qafim shumë. O, ju përshëndes gjithat. Faleminderit Batir, përshëndes shumë. Për ju, për ne, për të gjithë ishte Batiri. Hej, tregona që është komunikacioni edhe dje po ashtë në Ndramja, i ke po një aksident aty të menzat e solitera që ishbo me një shofer të kësaj kompani stretë. O, e fion që a qite qëto? Qka qita? Qa dulë që ke qëto, mëne? Okej. Pret komunikacioni ju tregoj. Komunikacioni ju tregoj që ka kolon nga kazerma Adem Jashari deri tek udhkryqi i katedralës. Rruga Tirana është me kolon nga
udhkryqi i Santes, jo, nga udhkryqi Bulevardi Bill Clinton saksisht, jo i Santes, deri tek rrethi prapa stadiumit. Pastaj kolon ka edhe pjesa rrethit duplex për me vazhdu tutje tek rrethi i ambasadës, e ngarkuar është dalja për tek autostrada e Fush Kosovës, vazhdon me kolon edhe nga Brescia deri në hyrje të fshatit Vragoliç, ka ndodhur atje se di, Vragoliç se di. Çka ka menduar? Na im pushitje lehtë atje 2-3 veta, po sigurisht detran, po mundën me na informu ata që janë në këtë pjesë, me na tregu se çka ka atje. Thash për këta shoferët e rinë me motorat që po qarkullojnë nëpër qytet me delivery sim. Me të vërtetë janë të pakujdesshëm, por edhe shoferët janë të pakujdesshëm, edhe po shohim çdo ditë aksidente. Çe punën pe bëni mirë. Punën na keni pështu. Jeni të shpejt, por uroj që ky djalë me qenë mirë, se ishin publiku disa fotografi tash prej banorëve aty. Uroj me qenë mirë, por ju lutem bani kujdes. Unë bre ma ka dalë, s'ka lidhje. 2 minuta të vënes na jena mësu. Është pyetje jeta jote, një pakujdesi e shoferit të veturës, ty mund të kushtu me jetë, kështu që bëj ti të paktën ruje veten, se tjetër. Qysh bre na mësu, nuk do të mësu me prit pak, veç mos ndodh çajo, mos u gotni. Ka dalë, për çdo po them, jena mësu me prit pak, s'ka lidhje, mos u gotni. Alo. Alo. Unë jam Çazimi. Çazim, hajde përshëndetje. A je mirë? Po form. Çazim apo na dëgjon? O Çazim. Okej, hajde shkojmë me tjetrën. Shkoj edhe tjetra, po ndoqët që na e far problemi kështu se. Hajde që e provojmë. Hajde provojmë tjetrën. Alo. Alo, kush telefonon? Hajde Viber. Hajde Viber. E treta e vërteta? E që unë për treta e vërteta. Bravo bre. Kush telefonon? Gjushaoje. Asë ma një zonë të në. Gjushaoje, po mirë dhe ka njerë du të mu prezentu edhe ju, mos bom edhe na shumë të meqëm që pju njojmë krejtve ka njerë. Normal, gjushaoje, zdeshta njerë më ju. Të më në mashtu e tu. Në këtë tema shumë për mu. Pse gjushaoje? Për mu e s'ka të është vojnë gjithë shka, kur nuk është të vojnë për ty. Diçka që ka më thonë në të 70 vjeqare gati. Okej, qka ta mërmendja që në moshën 70 vjeqare nuk është vonë me e bo? Pa, për mu e tash në di që së vonë me bo, tana me i bo, po nuk moj me i bo. A nuk është kur vonë me jetu jetën edhe në moshën 70 vjeqare, me shiu jetën? A nuk është vonë? Aty deshta me dalë, me deshta po s'pethu. Edhe me jetu jetën e shëndetshme, edhe më kujdes për shëndetin tim, mas miri, edhe deshta me afon juve njën që se së prekni. Kur nuk është vonë për juve, me zgjat pak programi se keni shumë. E pse mu prek në këtu, kur ju po doni me qinë ma gjatë me neve? Po, nashtë e meri se, shme thonë se... Jo, na vish mirë na vjen, do më thonë nëse ju na kërkoni me na po pak ma shumë, unë e Fiona lumë të rohëm. Edhe pse na vjen me punu pak ma shumë, po hajt. A pet lumë të rohëm. Ti përshkon këj program, së më nësh as me më lidhe, në as përgjën. E di, keni drejt kësisht, keni drejt. Jeni shumë të mirë, program të mirë keni. Faleminderit gjyshe. I përshëndes shumë. Faleminderit, na dhe na të përshëndesim shumë edhe ty. Mos harroni, po, faleminderit. Mos harroni pas iftarit, ju që jeni me Ramazan, por edhe ju që nuk keni agjerim, i keni linjën e pudingëve dhe pijeve të tjera nga Zot, i gjeni në krejt marketet e Kosovës. Janë me 27 gram protein, nuk kanë fare sheqer, nuk kanë laktozë, nuk kanë gluten, sidomos për ju që keni probleme apo intolerancë, kështu që siguroni me konsumu ushqime të shëndetshme apo pudinga të shëndetshëm nga Zot. Program të spanensat. Ma e vjetër është kjo, Dënjeta dhe Art Goshi. Hajde, telefonata e fundit për ditën e sot. Alo, përshëndetje. Me Art Goshin aty. Alo, unë jam Hajde, Qazim, kur nuk është vonë për çka? Qazim! Po gatë taj, ko ka problemi? Hajde Viber! Shkoj edhe Viber. Unë me telefonatën kja shtu fola tjetër. Jo me Viber. Ja be presim telefonatën e fundit. Be presim telefonatën, ju që se dënë. Marina të qorë, mëre. Po vishtë të lutë pak. Halo, përshëndetje. Halo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Në ndëgjuse nga Prishtina. Hajde ndëgjuse. Kur nuk është vonë, për çka? Për kafe, s'ta kërkosh. Kur për me shku të prend. Kur nuk ka vonë me shku të prend.
Qysh do më thonë se po tret notës. Okej, në tret notës. Çështu po. Faleminderit, aq është zbuti. Ja çka jetë. Hajde një telefonat me Refion. Hajde, faleminderit. Alo. Hajde. Masi pjaqëllon thuj. Pjatë marak. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, nesër. Nesër? Anja, përshëndetmi, pro. Ja, merë edhe një telefonat. Përshëndetje, telefonata e fundit. Alo? Avna dëgjon? Jo përmes televizorit, ju lutem. Çka është problemi? Lurije, se mos i peshojanin që të bethom. Kur të na thirrni, nga ngani përmes telefonit, largoni pi televizorit se na nini mjaftu shumë mirë. Mo, nuk e thom, se 8 vjet jemi duhet thon. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Sallonit oj Fion. Kush telefonon? Gjermania. Edhe një emrin? Floria. Hajde Florie, tregona kur nuk është vonë për? E kosh. Kur nuk është vonë për me shku me pa. Qa me pa? S'ki shka shë? Pa me qendë. Atë pa me. Për kryeshën dosh. Okej. Okej, a tha qështu? Po që ashtu tha. Okej, faleminderit, përshëndes shumë. Ja se përmbyllim e shtoj, dunje më të mirë. Po që asim vi shkallëzojt, vazhdoj. Thuje, kur nuk është vonë për shka?